Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 53 vjeç dhe për herë të parë në jetën time po e pranoj me zë të lartë që ndihem i humbur. Jo i humbur në rrugë, jo i humbur në punë, i humbur brenda vetes. Jetoj në një shtëpi ku edhe jam rritur bashkë me motrën time. Prindrit kanë vite që nuk jetojnë më dhe shtëpia ka mbetur si një kapsul kohe, mobiljet e vjetra, ora që tiktakton fort në korridor, rutina që nuk ndryshon kurrë. Faktikisht, e gjithë kjo gjë, kur isha më i ri, gjithmonë mendoja se kisha kohë. Kisha kohë në dispozicion për të martuar, kohë për të dashuruar, kohë për të krijuar jetën time. Por vitet kaluan aq shpejt pa e kuptuar fare. U mora me punë, me halle, me kujdesin për prindrit e sëmurë. Pastaj një ditë u zgjova 50 vjeç dhe beqar. Në fillim nuk më dukej tragjike. I thosha vetes se liria është gjë më e mirë, se nuk ka më drama, do të jemi qetë. Por qetësia kur zjat shumë kthehet në boshllëk. Motra ime ka qenë gjithmonë aty për mua. Ajo u martua, u divorcua dhe u kthye në shtëpi. Kështu mbetëm dy të rritur që ndajnë një hapësirë, por jo domosdoshmërisht një jetë. Darkojmë bashk, flasim për gjëra të vogla, për çmimet, për lajmet, për të afërmit, por ka një heshtje të madhe mes nesh. Heshtja e asaj që nuk kemi ndërtuar jashtë këtyre mureve. Unë kurrë nuk kam ditur si të afrohem me një grua. Gjithmonë kam pasur një ndjesi të çuditshme dhe më dukej sikur nuk isha mjaftueshëm interesant, mjaftueshëm i zgjuar, mjaftueshëm i dëshirueshëm. Kur isha 30 vjeç, mendoja se ishte turp të mos kisha eksperiencë. Kur u bëra 40, mendova se ishte vonë për të filluar nga e para. Tani në moshën 53, më duket sikur kam humbur një tren që nuk kthehet më. Ka net kur rri në shtrat dhe dëgjoj gjurmat e shtëpisë. Dëgjoj motrën që lëviz në dhomën tjetër dhe më kap një ndjenjë e çuditshme, jo dëshirë e gabuar, por një varësi emocionale. Një nevojë për të mos qenë vetëm, për të pasur dikë aty, dhe e kuptoj se jam mbështetur shumë tek ajo për të mbushur një boshllëk që nuk është përgjegjësi e saj. Kam filluar të kuptoj se ajo që kërkoj nga motra ime nuk është normale. Unë dua afërsi, dua dikë që të më zgjedh, dua dikë që të kem marrëdhënie intime, dikë që të fle për qafuar, dikush që më prek jo nga zakoni, por nga dëshira. Dhe kjo është ajo që më trëm më shumë, sepse për ta pasur duhet të dal jashtë kësaj shtëpie. Duhet të rrezikoj refuzimin, duhet të pranoj që jam fillestar në një moshë kur të tjerët janë të stabilizuar. Një mbrëmje motra më tha diçka që më mbeti në mendje. Ti nuk po jeton, ti thjesht po mbijeton. Në fillim u ndjeva i ofenduar, pastaj kuptova që kishte të drejtë. Jeta ime është bërë një seri ditësh të njëjta. Punë, shtëpi, televizor, gjumë. Asnjë emocion i ri, asnjë histori për të treguar, vetëm kalim kohe. Ndonjëherë mendoj sa shumë kam fshehur pas justifikimit të rrethanave. E vërteta është që kam pasur frikë të mos dukem qesharak, frikë të mos më refuzojnë, frikë të mos zbuloj që ndoshta nuk jam mjaft për dashuri. Por vitet nuk presin, dhe vetmia bëhet më e rëndë kur e kupton se je bashkëfajtor në të. Tani po mendoj të bëj diçka që për shumë kënd do ishte thjesht, të regjistrohem diku, të njoh njerëz të rinj, të dal për një kafe me një grua pa menduar menjëherë për fundin, të mësoj si të flas, si të dëgjoj, si të jem i hapur. Nuk e di nëse do ta gjej atë që po kërkoj, nuk e di nëse është vonë, por e di që nuk mund të vazhdoj të ri në këtë shtëpi duke pritur që jeta të më ndryshojë. Sepse në fund, ajo që më mungon nuk është thjesht një trup femre pranë meje, është ndjej që dikush më sheh, më zgjedh, më do. Dhe ndoshta nëse guxoj pak, ende kam kohë ta përjetoj.